Jam kryesor me ditë policia kur të ndarej, çat pyetje, ç'a ishin pyetjet kryesore? Kemi pas fat në krejt shtetin, kur udhton me kerr, shpesh herë të ndodh që mresh në për checkpoint, që janë policia i kontrollon njerëzit ka jeni të shku. Edhe me pas fat nuk të nalin me të marrën pyetje, po ka mundësi që të nalin veç rastësisht me të marrën pyetje kush jetë ka jetë të shku. E tani më kanë thënë ata ka mundësi që të lypin parë ose të bëjnë problem, po na kemi pas fat çdo herë që jemi kon me një checkpoint, ato që janë kon me mu në kerr kanë bu këshëm janë të bu mohabet me mu edhe triki aty në kon për mos mu nalë. Do më thanë, kemi hec, ka dalale, kanë ullë dritarën edhe si ja kanë vënu menin policit, po më kanë bu mohabet. Pyetja fundit, a do me shku mo me vizitu, do me rreziku prap? Nëse inshallah s'ka mërzit jeta gjigant. Besoj që po, kisha pas shumë qef me shku apet, sepse prej vendeve më të mirë që e kom pa në jetën ta. Gjigant, unë kur të mushet menja me shku në Venezuel, e di i tren që aty për para është edhe s'kam lëdhi me shku atje që më argju pare. Veç për në ma, për du me... Trenja që aty për para i dash për para. Edhe një sen du me thonë, veç sani fundit, mediat shkrujnë shumë sene negative. Nashta edhe mediat këtu kanë shkru sene negative për Shqipni në për Kosovën e njerëz të huj që shkojnë atje. Nuk do të më bazu realisht. Nuk ashtë ashtu që shtojnë mediat, ashtë shumicën e kohës ashtë shumë e teprume, edhe sidomos njerëzit atje